Këshilli studentor në Vlorë ka zhvilluar gjatë kësaj të mërkure një takim me rektoren Aurela Saliaj, duke shënuar njërisi për Universitetin e Vlorës, ku një titular i lartë i tij ulet me studentët. Tematikat e takimit ishin të ndryshme dhe që lidhen drejt për drejt me jetën studentore të vetë studentëve, por edhe të ardhmen, ndërtimi i parkimit përballë universitetit, por edhe zërat se godina e rektoratit dhe fakultetit ekonomik do të shembet dhe se Universiteti i Vlorës do të largohet nga Vlora. Ishin disa nga shqetësimet e ngritura nga studentët. Një problematik që mendoj që duhet ngritur dhe shqetëson gjithë studentët, po jo vetëm të ekonomikut, jo vetëm rektoratin, po mendoj gjithë fakultetin, gjithë fakultetet e këtij universiteti është në lidhje me atë çfarë po ndodh. Pra krijimin e parkimit që po bëhet në këto momente përballë universitetit. Unë kam qenë dhe them si eksperiencë personale, se kam qenë duke ardhur për në universitet dhe nuk e dija në fakt se ne i trajtojmë shpesh si legjenda urbane dhe nuk e dija fiks çfarë po ndodhte dhe papritur kjo rruga që unë kam 5 vite që e bëj ishte e mbyllur dhe në vetvete është ndjesi patjetër jo e bukur. Dhe më ndodhi që mbasi mbarova leksion, po prisja sepse do shkoja për në punë. Dhe kur kalonin njerëzit, qarkullonte ajo legjenda tjetër që, sa kohë që po bëhet parkimi me shumë gjasa do preket edhe kodina. Mendoj që për këtë duhet qartësohen të gjithë, duhet qartësohemi ne si student, dhe patjetër këtë kërkesë e bëjmë si fillim tek ju, tek institucioni, për të kuptuar realisht çfarë është duke ndodhur dhe nëse ka realisht ndonjë plan apo ndonjë të keqe që i kanoset universitetit tonë. Rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali Aurela Saliaj shfrytëzoi këtë takim për të shuar thashethemet, duke theksuar se nuk ka asnjë plan për largimin e universitetit nga Vlora apo për shembjen e godinës. Për sa i përket pjesës tjetër, zhurmnajës tjetër që universiteti do zhvendoset, universiteti do mbyllet apo do zvoglohet, zyrtarisht në pozicionin tim si titullare e këtij institucioni mund të them me shumë garanci. Nuk ka absolutisht asnjë lloj orientimi, asnjë lloj shkrese, asnjë lloj konfirmimi gojor apo shkresor nga ana e strukturave qeveritare, nga ana e Ministrisë së Arsimit, nuk e di komisionet parlamentare të cilat i kemi patur këtu dhe i kemi pyetur edhe për këtë, përveç gjithë gjërave të tjera që kemi diskutuar, dhe na ka thënë që nuk është fare në diskutim. Gjithë institucionet e kryeqytetit, daç legjislative, daç ekzekutive, nuk është fare në diskutim një situatë e tillë. Jo më që të jetë në diskutim dhe do pranohet apo nuk do pranohet. Rektoria Saliaj foli edhe për parkimin, ndërsa sipas saj, pasi projekti të ketë përfunduar, sheshi përpara universitetit do të kthehet në gjendjen e mëparshme. Për sa i përket çështjes së parkimit, parkimi është ngritur, është ndërtuar në një territor që administrohet nga Bashkia e Vlorës. Kryetare e Bashkisë së Vlorës para disa ditësh po tek televizioni 6+1 bëri një promoncim shtrues, mendoj unë, për gjithë procedurën, për financimin edhe për ideimin e parkimit. Është një nga ato investime që janë të domosdoshme për të patur një jetë cilësore në komunitetin tonë dhe sidomos për të mirë administruar fluksin e turistëve gjatë periudhës së verës. Sigurisht që neve na cënohet disi ai procesi, apo jo procesi, se në proceset akademike dhe administrative ne nuk na cënohet asgjë, po të themi një farë komoditeti, siç është fakti që derisa të përfundoj parkimin ne do duhet të lëvizim në rrugë dytësore, që firma i ka ngritur paraprakisht, mund t'i kesh parë dhe nga ana e fakultetit dhe nga ana e rektoratit, që është një farë devijimi të themi nga rruga jonë e zakonshme, nga përditshmëria jonë, por është një sakrificë e pakët, them unë, e vogël, përballë faktit që ne në fund të gjithë kësaj procedure, këtij procesi, do kemi një parkim në të cilin do kemi mundësi të akomodojmë shumë herë më mirë se sa ç'po akomodojmë tani, siç ka qenë deri para disa ditësh ajo fluksi dhe rrëmuja e makinave të parkuara rreth rrotull universitetit. Kështu që ky absolutisht do jetë një plus për universitetin. Plus fakti që pjesa e trotuarit dhe pjesa e lulishtes përpara universitetit do rivendosen. Përtej disa shërbimeve të bashkisë që do të bëhen nga ana tjetër, nga ana përballë hotelit. Pjesa jonë do të jetë trotuar dhe lulishte siç është tani. Kështu që do rivendoset në funksion dhe do të edhe me estetike, madje sheshi që do rrethoj universitetin. Studentët kanë falendëruar rektoren Saliaj
për këtë takim, por gjithashtu edhe se ka marrë në konsiderat shumë probleme që ata kanë ngritur. Erdhi një kërkesë nga e gjithë anëtarësia e Këshillit për të diskutuar mbi aktivizimin ton, problematikat që kemi hasur me kolegët dhe studentët dhe si mund të zhvillojmë më tej aktivitetet tona. Një nga problematikat që kemi hasur nga fakulteti i posaçërisht nga departamenti i drejtësisë ishte një problem në rregullore për sa i përket përmirësimeve, për cilën jam shumë mirënjohës që u morë në konsiderat me vendim nga Senati për t'u ndryshuar. Nga ana tjetër, rektoria Salia i falenderoi studentët, ndërsa i siguroi ata se do të jetë gjithmonë një mbështetje fuqishme. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj këtu në aspektin e iniciativës që juve keni marrë edhe të qasjeve proaktive në zgjidhjen e problematikave të jetës studentare. Universiteti është përpjekur në maksimum të krijojë mundësitë e zhvillimit të potencialeve tuaja, e zhvillimit të hapësirave për të shprehur idetë që juve keni, për të zhvilluar ato ide që juve keni, u kemi krijuar struktura si nga pikpamja organizative, sektorin e studentëve dhe të alumnit, dhe Këshillin Studentar, u kemi lënë një fond të veçantë që Tilandro si kryetari i Këshillit Studentar e njeh më mirë, sepse her pas here ke bërë kërkesë që ai fond të shpenzohet për aktivitete të ndryshme që ju keni ideuar, sepse aktivitetet që do ideojmë ne si universitet janë me fondet tona, por ai fond është i posaçëm për çdo gjë që juve doni. Në qoftë se mendoni, sepse më thej që po të ketë mundësi që ta fuqizoni të na mbështesni më tepër, në qoftë se mendoni që duhen më tepër financime për të zhvilluar idetë që keni, absolutisht që do ta kemi parasysh edhe këtë dhe të shikojmë që vitin tjetër të arrisim dhe atë fond.